sepse nuk më garanton siguri. Po pse shkon e blenta ai që manat e arkën aty te qoshja trotuarit? Po që ka edhe nga ata që i blenë edhe në qoshe celularin, por edhe domatën edhe kastravecët. Tani, shteti duhet mendoj për gjithë, apo jo? Në pikën kur janë në treg, zoti Rapaj, si duhet mbrohemi? E para, nuk duhet i lejmë që t'jenë në treg. Po nëse ne konstatojmë... E thamë ato. Nëse konstatojmë rregullat janë të qarta, ato triqen nga tregu me njerë. Jo, kur nuk konstatohen edhe dalin treg edhe i ble unë edhe ju. Tani, ne, kur i sjedhemi shtëpi, a mund të mbrohemi, apo së mbrohemi do? Nuk, përsa i përket një pjesë të mirë të tyre, që kënë si e shpjegoj që futen përmes lenjeve dhe futen drejt për drejt në përbërjen e frutit, nuk kemi që bëjmë. Nuk e që bënë. Nuk lajnë as me sode, as me ndëjë. Ndërsa për pjesë të tjera pastaj, larja është elementi kyç, por ne nuk na mungon kjo tashmë, kjo kulturë e pastrimit të fruta dhe perimeve që marrim. Kemi një kulturë të konsoliduar. Për mendimin tim, e kam përmendur vazhdimisht, kontrabanda e disa insekticide dhe pesticideve është bërë shqetësuese, veçanërisht duke zvendësuar disa preparate të cilat nuk japin efektin e duhur për disa nga dëmtuesit. Ne i dim këto tashmë, por këtu duhet të angazhuar që nga Akademia e Shkencës, që nga Universiteti Bujqësor, që nga ekspertët e tjerë, nga laboratorët, në mënyrë të tillë që efektiviteti i këtyre preparatave të jetë nivelin që kërkohet. A i kemi këto struktura? Ne struktura kemi, por nuk kemi kapacitet laboratorike për t'i parandaluar të gjitha këto analiza, të bëjmë gjitha këto analiza për të parandaluar fenomenin. Nuk i bëjmë gjitha analizat e akredituara që ne kërkojmë të bëjmë. Këto struktura praktikisht nuk funksionojnë? E para, nuk funksionojnë si që duhet. Nuk funksionojnë si që duhet. Laborator? Jo. Numri i analizave që ne bëjmë duhet jetë shumë herë më i madh nga ky që bëjmë sot, për të parandaluar dhe për të konstatuar fenomenin që është i pesticideve dhe insekticideve. Ne dim tashmë dhe ekspertët tanë të mbrojtjes bimëve duhet patjetër të japin zgjidhje disa elementeve, sidomos kur përdoret klorperifosi. Dihet pse përdoret klorperifosi. Përdoret për një insekt i cili nuk bën efekt për preparatet e tjera. Dhe ne përsëri përmes kontrabandës, fermerët tanë, duke hyrë nga Greqia, duke hyrë nga Italia e vendet tjera, fermerët tanë vjen e përdorin klorperifosin. Ky është mjaft i dëmshëm në të gjitha aspektet. Sepse është i ndaluar, i dëmshëm për shëndetin, i ndaluar brenda vendit, i ndaluar në Bashkimin Evropian. Elementi tjetër që unë do të përmend, e kam përmendur edhe në herë tjetër, ka të bëjë me listën e lejuar në Shqipëri, që janë rreth 70-80 insekticide dhe pesticide që janë ndaluar në Bashkimin Evropian. Nëse në Shqipëri vazhdojnë të jenë akoma. Këto duhen grumbulluar, duhen rieksportuar në vendet që lejohen, ose duhen asgjësuar. Ne nuk kemi më kohë të presim që derisa të përfundojë ky proces, që nuk mund të përfundojë kurrë, sepse është një shteg i hapur për të bërë kontrabandë ose për të futur në mënyrë të palejuar. Edhe ky është një problem shumë i madh që duhet ta zgjidhë Ministria e Bujqësisë. Kemi rast se fermeri nuk e përdor atë preparat, ndërgjegjësohet fermeri sepse do marrë përgjegjësi për produktin që do nxjerrë, ato ta aprovojnë sa ti do i qefi sa i rri aty kot. Po që se fermeri se përdor. Që ngarkohet me përgjegjësi. Po duhet të mbetemi tek ndërgjegja e fermerit. Jo, është përgjegjësi e fermerit, jo ndërgjegje. Fermeri do dali me ambalazhin e vet, me kodin e vet dhe lehtësisht i identifikueshëm. Përgjegjësi kur i imponon rregullin edhe standardin, nëse nuk ka kontroll. Ta mbaroj logjikën që ti Nëse nuk ka kontroll, logjika është e tillë. Kushdo është i lirë të sillet dhe veprojë si do. Unë kam qenë drejtues i parë i autoritetit kombëtar.